Mushkonjat janë shfaqur për herë të parë në Island, ku deri tani këto insekte nuk ekzistonin. Shkak për ardhjen e tyre, shkruan The Guardian, është ngrohja globale, pasi Islanda dhe Antarktida ishin vendet e vetme në botë ku mushkonjat nuk gjendeshin për shkak të temperaturave tepër të ulta. Shkencëtarët prej kohësh kishin parashikuar ardhjen e tyre pasi moçalet dhe pellgjet e Islandës po ofronin gjithnjë më tepër kushte të përshtatshme për shumimin e insekteve. Islanda po ngrohet 4 herë më shpejt se pjesa tjetër e hemisferës veriore, duke sjellë ndryshime të mëdha në mjedis. Shkrirja e akullajave dhe ardhja e peshqeve nga zonat jugore më të ngrohta janë tregues të këtyre ndryshimeve. Ngrohja globale ka bërë që mushkonjat të shfaqen gjithashtu edhe në vende të tjera si Mbretëria e Bashkuar, ku këtë vit u gjetën vezë të mushkonjës egjiptiane dhe mushkonjës tigër, të cilat janë të njohura për përhapjen e sëmundjeve tropikale. Mathias Alfreons, një entomolog në Institutin e Shkencave Natyrore në Island, konfirmoi praninë e mushkonjave pasi identifikoi vetë mostrat që i kishte dërguar një i apasionuar pas shkencës. Ai tha se ishin 3 prej tyre, 2 femra dhe një mashkull që i përkisnin llojit Culiseta annulata. Kjo specie reziston të ftohtit dhe mund të mbijetojë në Island duke gjetur stre në bodrume dhe stalla.